Miq të Piskut, ju përshëndesim, uroj që t'jeni mirë dhe të shkojë çdo gjë për mirë për shqiptarët, edhe pse ishte ngrefur pak situata, sikur u dukte, sikur gjërat do të shkonin për mirë dhe po merrnim një lloj energjie pozitive dhe u zgjuam nga i gjumi, por me sa duket më vjen keq ta them edhe pse kam disa ditë që e them që jo vetëm Shqipëri, por mbar botën është e keqja ajo që triumfon dhe po lufton fort edhe ndaj asaj të paktës që është e mirë. Ata po dominojnë dhe po bëjnë pjesë edhe pjesën tjetër për ata njerëzit e vegjël që shohin gjërat në aspektin e jashtëm dhe jo në atë të brendshëm. Sot kam përkthyesin Klodian Briçi, është hera e tretë që është tek Pisku. Pas një bisede që kemi pasur të gjatë në studio, ku kemi ngritur shqetësimin për sigurinë ushqimore, do ta kemi vazhdimisht edhe për tema tjera, por sot do të flasim pak për sa i përket pjesës protestës në një këndvështrim ndryshe, por dhe shumë gjëra tjera që po ndodhin në anën tjetër, ku ndërkohë që vëmendja prej një muaji është përqendruar tek protesta. Çfarë po ndodh tjetër mbrapa kësaj tymnajës ose kësaj mirgu, si shta dhe Klodiani. Klodian, përshëndes, falenderoj shumë. Të falenderoj dhe unë për ftesën. Më thuaj pak për sa i përket pjesës protestës, si e ke parë që në ditën e parë dhe ecuria e saj, njerëzit e pafajshëm që e besuan, ajo që ndodhi ishte për mua, vazhdoj ta them akoma, një energji e paparë, një mrekulli që shqiptarët rrëzuan dhe një herë besimin dhe shpresën për të pritur diçka ndryshe kundër këtij regjimi 36 vjeçar. Shiko, kushdo që ka sa do pak njohuri, edhe sa do pak i zgjuar dhe vë trurin punë, edhe se cili do që e di historikun e protestave në Shqipëri, e di mirë se si bëhen protestat në Shqipëri. Pse bëhen, si bëhen, kur bëhen, për çfarë bëhen, për çfarë qëllimesh bëhen. Tashti unë e shoh këtë punë kështu ndryshe. Këto lloj protestash pse po bëhen tashti? Të su bëm përpara. Po shkitet Shqipëria, po të sobëzohet Shqipëria, kemi një hall kaq të madh që ne bashkoj bashkë, domethënë edhe ato hallet e vogla që kishim gjithë secili në forma lokale, sot jemi bërë bashkë për diçka shumë të madhe për përfaqësuar këto zëra të tjera. Po i arrin kjo protestë këto qëllime? Një pyetje kam unë për ty, edhe për gjithë ata që na shikojnë. Për mua sot jo. Në fillim u trombetua dhe u mbaj deri diku në këtë linjë, por direkt pas 2-3 ditësh u ndërprerë. Ata njerëz të ndershëm që dalin aty, sovranistë që e duan Shqipërinë me shpirt, e me zemër e me gjak, i lejojnë të flasin atje? Jo. Atëherë ç'tregon kjo? Jo. Që kjo protestë nuk vjen nga populli. Ndonse populli është i gënjur, shiko, nuk janë gënjur vetëm shqiptarët, janë gënjur kombe më të kulturuara se sa shqiptarët. Me traditë madhe në historinë politik, në sociologji, psikologji, pra popull më të ngritur se ne dhe janë mashtruar keq madje, jo shqiptarët. Tash ti lind pyetja pse po bëhet kjo protestë tashti? Pse për shembull nuk u bë në rjoll të Velipojës, që mua më pëlqen ta quaj rjoll i Lezhës, pavarësisht se disa thonë që është ande nga Shkodra. Mua më pëlqen ta quaj rjoll i Lezhës. Lind pyetja pse po bëhet tashti? Ndërkohë që njerëzit protestojnë, nuk e dinë që kanë kaluar projekte, kanë miratuar projekte që do vendosen hebrej nga Zvërneci deri në Darzez të Fierit dhe janë dhënë 5 milion euro. Janë dhënë 5 milion euro për studime fezibiliteti, pra gati 5 miliard lek, vetëm për të bërë këto lloj studimesh. Ndërkohë që njerëzit çirren dhe bërtasin, tashmë ato punë kanë marrë fund. Janë miratuar projektet, politikës i interesonte këto lloj protestash me qëllim që të tërhiqej, të largohej vëmendja nga planet djallëzore gjëmëmdha, kopzeza që këta kanë. Po protestat, ne do ta merrshim vesh se çka po ndodh. Sigurisht që do merrej vesh. Po do merrej vesh. Unë për veten time kam marrë vesh nga në forma të ndryshme. Po ka forma të ndryshme sot, për shembull rrjetet sociale, kam marrë vesh nga TikToku, kam marrë vesh nga YouTube-i. Është media dihet ajo mohabet që media si transmeton mainstreami kryesor. Po jo, ato janë të kontrolluara nga këta, kush guxon dal kundër këtyre. Kush ka dal kundër këtyre, këta e kanë rroposur, e kanë zhdukur. Aty Citizens kishte bërë një hulumtim shumë interesant, thoshte ndërkohë që njerëzit protestojnë, çirren e bërtasin, ndërkohë ka kaluar ky projekt i jashtëzakonshëm. Ajo nuk është më tokë shqiptarëve. Ajo do të kalojë hebrejve. Pra, nga Zvërneci do merret Sazani ka arsye pse do merret, sepse është pika strategjike e gjithë detit Mesdhe. Kush kontrollon Sazanin? Kontrollon. Po këtu është Hormuzi. Kush kontrollon Sazanin? Kontrollon gjithë Mesdheun deri në Gibraltar.
tjetra mësane, janë dhënë, si ta thash, projektet deri në Darzes të Fierit. Sot mora vesh që janë dhënë, do vendosen 50.000 kolonë të tjerë hebrejnë në Divjak. Janë dhënë kyçet, janë dhënë drynat Kepit Rodonit. Lind pyetja pse po marrin, pse do vendosen këta hebrejnë në zonat bregdetare dhe jo në zonat tjera të Shqipërisë. Pse? Po sepse ata e dinë shumë mirë se si funksionon. I pëlqen Riviera jonë apo? Po jo vetëm aq, jo vetëm aq. Për 20-30 vjet ka thënë një inxhinier, edhe studime ndryshme shkencore, shumë lumej në Shqipëri do të thahen. Nuk do të ketë më ujë të pishëm. Nuk do të ketë më ujë të pishëm, kështu siç mendojmë ne. Dhe kjo nuk do ndodh vetëm në Shqipëri, por do ndodh në një pjesë të madhe të botës. Tani puna është. Pse po bëjnë të gjëra që po dëmtojnë lumejt dhe po shterojnë ujin? Po shiko, ata ta kanë thënë edhe në atë intervistën që kam dhënë në studio. Këta kanë një plan për shpopullimin e botës. Këta nuk duan aq 8-9 miliard banor apo më shumë. Këta duan të kenë shumë më pak. Jo si nuk i mba toka, por duan të kenë lehtësisht të kontrollueshëm. Nuk e ka problem fare. Për shembull, një vend si Shqipëria, ka thënë Faikonica, mund mbaj një vend kaq i vogël sa Shqipëria, mund mbaj deri 20 milion banor. Po, vetëm fal. Se ka mos të fërkohet duke. Po. Të gusha dhe. Po. Nuk është problem fare, toka mban edhe mban mirë, edhe mban me ushqim cilësor. Problemi është që ata nuk duan kaq shumë njerëz, sepse nuk i kontrollojnë dot, se nuk po i bëjnë si duan ata dhe shefat e tyre, nuk po i kthejnë në kafsh, në njerëz pa dinjitet, pa personalitet, nuk po i kthejnë në djaj, në demon. Kjo është e gjitha, edhe duan të shfrytëzojnë barbarisht. Edhe prandaj kanë futur dhe robotikën ata. E diti se vetëm për këto projekte që do vendosen hebrejnë këtu janë dhënë të paktën më aq sa dim, po jam i bindur që shifra është dhe më e madhe se aq. Janë dhënë 6 miliard euro nga shteti izraelit që të vendosen hebrejnë këtu. A e di? Edhe ndërkohë që njerëzit protestojnë, këto po kalojnë këto paketa. Pikërisht kjo duhej politikës, se i ka futur vetë politika. Këta njerëz që po drejtojnë protestën. Siç ta thash, sovranistët nuk e ngren dot zërin aty. U mbyllet me një herë zëri. Pse? Se nuk është kjo protestë për të mbrojtur interesat e shqiptarëve. Kjo është protestë për të hequr vëmendjen nga gjëma më e madhe që po i bëhet Shqipërisë dhe shqiptarëve. Si kafshimi i territoreve, lënia e tyre hebrejve. Po ne jemi në vendin tonë këtu. Ne nuk kemi pse të ikim, se s'kemi vajtur, dhe nëse kemi punuar në emigrim, prapë nuk kemi bërë pronartë atyre. Si mund të bëhet ndryshe, si mund të bëhet ndryshe, si me protestua, jo. Si mund të bëhet ndryshe që ne ta kundërshtojmë këtë gjë, këtë gjë që po ndodh. Po kjo punë do i bëj që në fillim. Si që në fillim? Ata i bëjnë këto punë sepse e dinë shumë mirë që shqiptarët nuk kundërshtojnë. Shiko, po të shikosh në këto vendet përreth, po marrim Greqinë sepse ka qenë gjithmonë, ka qenë ka herë pjesë e Bashkimit Evropian dhe ka standarde. Po të shikosh jo më larg se Kosova. Ne jemi edhe më poshtë se Kosova në shumë drejtime. Që te cilësia e ushqimit. Ata hanë më mirë, pinë më mirë, ushqejnë më mirë, vishën më mirë, jetojnë më mirë, bëjnë një jetë më të mirë nga ne. Ata e dinë. Shiko, politikanët e dinë shumë mirë që shqiptari nuk ngrihet. Dhe ato protesta që ndodhen atëherë në 90-ën e 91-shit. Po jo më i bën vetë ata sigurimi i shtetit i bërin bashkëpunim me CIA më buri dhe agjentët e sigurimit të shtetit bashkëpunonin se dinin anglisht ata vëlla. Populli s'dinte anglisht, ata bënin kurs për anglisht. Mësonin, kishin universitet dytë gjuhë e huaj ata. Edhe bisedonin me agjentët e CIA-s, po u dha urdhri orti që në vitin 1988-89 me qëllim që sistemi socialist do të binte në gjithë vendet me përjashtim të Kubës, që aty të Kubës dhe të Koresë së Veriut, që u interesonte për qëllimet e tyre. Ky sistem do binte. Kështu që ata vetë ngritën njerëzit e tyre, po të shikosh ata që e morën pastaj, që ishin u vunë në kryet protestash, ishin që të gjithë o spion të sigurimit të shtetit, o agentë të tyre, dhe njerëzit e pushtetit, ata e trashëguan pushtetin, pra ndruan thjesht kostumin. Nga komunist. Ka një lloj tentative për ndryshuar kostumin. Ore, e njëjta gjë është me protestat. Ky ustaj gëdhiet e ngryset kryeministër, nuk ka rënë nga fiku ky vëlla, ky është ende në kal. A mendon se ndërkohë që njerëzit protestë? Këto vetëm jo. Jo, nuk rrëzohet nga protesta, këto vetëm po e rrëzuan shërbimet e huaja. Po për shërbimet e huaja, mendon se do ta rrëzojnë në këtë? Jo, besoj që jo. Besoj që jo, sepse edhe vetë Bashkimi Evropian sot që flitet që do të vinë ato deputetët nga Parlamenti Evropian. Po shiko, të gjithë deputetët varen nga disa oligarkë ose nga disa bankierë shumë. Edhe në Europë, s'bëhet fjalë. Shiko, pse ka drogë Europa? Se do Brukseli, se duan shefat e Brukselit. Shefat e Brukselit nuk janë ata që shohim ne, janë të tjerë. Kur për shembull, të tregoj një rast, kur prokuroria italiane dërgonte urdhër arreste këtu për politikanë të fuqishëm që u kishin rënë erë
shqiptarë të cilët merreshin me drogë, lejonin drogën, e nxitnin drogën. Çfarë ndodhi? Ndërhyri shteti italian dhe i tha prokurorisë italiane që rrini urt, sepse ne shikojmë dhe sigurinë jo vetëm ballkanike edhe mesdhetare, por dhe sigurinë e Brukselit. Do të tronditet Brukseli, pra do Brukseli ka drogë, do Brukseli ka gjak, do Brukseli ka dhunë, do Brukseli ka skame dhe mjerim ekonomik. Do Brukseli te proteste po jo? Kjo, po ju intereson atyre. Po çfarë intereson atyre? Sepse vetë Brukseli ka dhënë miratimin e ndërtimit të këtyre njësive të banimit. Janë 9.000 njësi banimit paktën për aq sa dim ne. I ka me miratimin I ka miratuar Brukseli dhe thotë jo më shumë se 2 kat. Ka dhënë miratimin Brukseli, pik. Edhe për të hedhur syve njerëzve dërgon disa deputet, kështu që shikoj se ne miratojmë fjalën e lirë. Pra është lojë e madhe. Është lojë e madhe, por do zhvendosen ata, do ikin gjithë ata të pakënaqurit nga sundimi i Netanyahu dhe do vendosen këtu. Ky është kafshimi i parë i madh që po i ndodh Shqipërisë dhe po vendosen pikërisht në zonën më elitare të Shqipërisë. Ne nuk do kemi më mundësi të bëjmë plazh. Atje është e pamundur. Parat janë dhënë. Ai po të dha para pastaj nuk të pranon t'ia kthesh mbrapsht. Ja, siç të thash, janë dhënë mbi 6 miliardë euro. Do bësh ashtu si thon shefat. 6 miliard? Unë pash një material, unë jam i bindur dhe më shumë se 6 miliardë euro. Ka dhënë shteti izraelit me qëllim që të vendosen hebrejt këtu. Edhe atë ishullin atë Zvërnecin. A i di që Zvërneci ka qenë tokë e Abdyl Frashërit? E kupton se si manipulohet opinioni publik, si mashtrohet. A e kupton që ajo tokë mund të ketë pronar. E kupton që e bën vetë këta qëllimisht atë punë, sepse nuk kishin mundësi t'i kalonin dot të gjitha ato, ndërkohë që gjitha ato projekte, ndërkohë që njerëzit protestojnë, këtu po kalojnë të merret më të mëdha që po i bëhen këtij kombi, këtij shteti. Po u falet tokat huajve, do vinë të huaj tu. Edhe do të na përzën ne, mirë që do vinë, po do të na përzën ne. Ti e di që ne nuk kemi të sigurta shtëpitë në të cilat banojmë? A e di që si kemi as ato të sigurta? A kupton që është një plan i madh për zhvendosjen e shqiptarëve? Një pyetje kam unë, pse u zgjodh ishulli i Sazanit? Ndërkohë që tek ishull kemi ne. Po një ishull kemi ne. Ka Greqia me mirë. Pse u zgjodh Sazani? Po shkoj që thënë ndoshta me lidhje që kemi me Mesdheun me kush kontrollon Sazanin? Kontrollon gjithë Mesdheun deri në Gibraltar dhe është Hormuzi i dytë i Mesdheut, pse? Po bot me shumë shpejt kur të si dim se i kontrollojnë disa njerëz që kanë lidhje direkt me interesa nga lart. Po takimi i Ramës me Macronin, si do duk, pse pikërisht në këtë moment ku po ndodh kjo valë e madhe e protestës në Shqipëri domethënë. Po mori miratimin ai, pra ju lat kuptonte atyre që unë kam mbështetjen e politikës ndërkombëtare, edhe unë mund të bëj çfarë dua, ju bëni çfarë doni, unë përsëri majkalit. Bëni kashillik domethënë. Pa, rrini urt, kot e keni, lodheni kot, kjo punë që ka nisur do të përfundojë deri në fund, do të kafshohen tokat e shqiptarëve. Do të largohen shqiptarët, rrini urt se s'keni për të fituar gjë. Shqiptarët që besojnë diçka nga kjo protestë në këtë një muaj ditë, s'do fitojnë asgjë domethënë? Asgjë, do dalin vetë se të humbur. Të thash, po ta përsëris për të tretën herë. Ndërkohë që njerëzit protestonin dhe protestojnë, janë miratuar projektet për të vendosur 100.000, të paktën 100.000 hebrejnë nga Zvërneci deri në Darzes të Fierit. Plus është dhënë shumë shpejt, janë dhënë në Divjak, do zihet Divjaka, do vendosen 50.000 të tjerë. Janë dhënë kyçet edhe këtij Kepit Rodonit dhe po merret pjesa më e mirë e Shqipërisë. Po merret gjithë projekteti pse se ka ujë. Shumë shpejt botën do ta pllakos një krizë e frikshme e ujit pishëm. Deri në vitin 2030 nuk do të ketë luftra për naftë, se nafta nuk shtron asnjëherë, po do të ketë luftra për ujin e pishëm. Tash ata e dinë shumë mirë, sepse janë dienit studimeve të ndryshme shkencore që janë kryer, po që këtu mjerisht nuk janë thënë shumë, që shumë lumenj Shqipërisë do të thahen edhe shumë liçene. Pa ujë nuk ka jetë, ata po vendosen në Bregdet me qëllim që të ngrenë dhe impjantet e shkrivzimit dhe të kenë ujë pafund. Ta zgjidhin hallë bythës vetë. Ata duan t'i bëjnë këto gjëra. E diti që ata kanë vendosur edhe për t'i marrë këto toka, sepse janë 400, të paktën 400, unë jam i bindur janë shumë më tepër se aq. Janë 400 forca speciale izraelite të cilat presin që në qoftë se këtu protesta del jashtë kontrollit, se jo gjithmonë mund ta kontrollosh një popull të mashtruar. Bravo. Ata janë gati që të bëjnë reprezalje, të hakmerren këtu edhe të bëjnë namin.
në bashkëpunim me italianët, po janë 400 forca, unë them edhe më shumë se aq. Ti e di që në Shqipëri, se ku janë, si janë, mund synojnë të që ata të çojnë të përshkallëzojnë në luftë civile? se kanë po nuk e kanë problem fare. Ata ja kanë vënë syrin, parat janë vënë, studimet e fizibilitetit janë bërë, ajo punë ka marrë fund, ata do t'i marrin nga Ishulli, nga Zvërneci deri në Divjak. Deri në Divjak edhe kepin e Rëdonit. Kanë për ta marrë. Edhe do shkojnë edhe më thellë se aq, jam I bindur. Kjo është vetëm pjesa e parë që ne dim. Ndërkohë që njerëzit protestojnë, politika I ka duart e lira të kaloj shumë projekte, e bën fakt të kryer, ku ndërkohë shqiptarët kur të qetësojnë gjakrat, Po janë ndjeni gjithë politikanë që janë në parlament, të gjithë janë ndjeni. Janë se ato 6 miliardë euro apo më shumë se 6 miliardë euro, jam I bindur që jam shumë se 6 miliardë euro. Shpërndajnë për ata, Shpërndajnë për ata e din planin. Populli gjithmonë e ha këtë punë. Populli gjithmonë e ha. E diti që shumë shpejt ne do kemi luftë në rajonin e Mesdheut. Një profesor I madh kines ka shkruar, me qenë se nuk ndalen protestat, ose protestat dalin jashtë kontrollit dhe këto pengesa vazhdojnë, se protesta është pengesë. Në qenë se këto protesta vazhdojnë, atëherë Mossadi, shërbimi I fshehtë izraelit, do organizoj luftë shumë shpejt. Çfarë luftë? Me qëllim që të tërheq vëmendjen. Janë të betuar për ta marrë Shqipërinë. Luftë brenda një shteti për luftë civile apo luftë nga shtet në shtet? Po, do organizohen 3 kombe, 3 shtete. Greqia, Serbia, edhe Maqedonia me qëllim që të destabilizojnë Shqipërinë dhe Kosovën, sepse e brend ua kanë vënë syrin edhe Kosovës, po sidomos Shqipërisë. Kosova dihet që ka pasuri prallore, është një nyje e fuqishme energjetike në Europë, sepse ata flen mbi qymyr dhe mund të prodhohet energji pafund, pavarësisht kushteve të motit. E kupton, Mossadi do organizojë shumë shpejt luftë për ta marrë Shqipërinë, jo këto territore vetëm, për ta marrë gjithë Shqipërinë. Gjithë Shqipërinë. Bashkë me Kosovën. E kupton se çfarë bëhet, se ku jemi tani. Mirë, pse nuk reagon ky Rama bashkë me këto ministrat I dalin kundër ava? Kush I dal kundër? Këtyre. Po su dal ka, pa ta e kanë vënë ato. Po të vi moment thotë ta kapi ajo ndërgjegje, Po s'ka, nuk s'pas ke lexuar. Jo, po ta bëjmë formë edhe ironike këtë gjë, në kuptimin ka një si ka libër mundësi që ka shku deri në këtë forpike. Janë këto plejësie si Nuk I thret asnjë lloj gjëje këtyre. Po e di ai, janë bërë ditura gjërat që në fillim që kur e futën, se nuk ka ardhur vetëm politika I vëlla. E kanë sjellë ato. Po gjithë kjo klasë politike ka ardhur nga tjerë, ka bekimin e caustallarëve fuqishëm. Po e din ata, I kanë thonë do bësh këtë, po I kanë bërë, po do t'i bëj dhe po I bën ai. Këtu çdo gjë po bë, këtu jeta është me shumë siklet. Jeta është me shumë vuajtje. Pse është me shumë vuajtje? Po është plani pra, është plani Çubrilloviçit, I masonerisë, që Shqipëria duhet zbrazet, pikë. Pse? Se Shqipëria ka pasuri prallore. Shqipëria ka klimë të mrekullueshme. Në Shqipëri është kënaqësi të jetosh. Është një vend I mrekullueshëm. Ato vendosen këtu ata. Jo vetëm aq, por ka dhe diçka. Pse është zënë Ishulli, pse duan ta marrin ishën e Sezanin? Por shumë arsye. E para, sepse kush kontrollon Sezanin, kontrollon dhe tregtinë e Mesdheut. Kur të filloj të rritet tregtia dhe kur të ketë një gjallërim të jashtëzakonshëm ekonomik midis lindjes së largme edhe Europës, shumë mallra, shumë anije do kalojnë nga sipërfaqja ujore e Shqipërisë. Po puna është se I duan izraelitët nga që duan të vënë taks, siç e bën në fundet Irani me ngushticën e Hormuzit. Irani vë taks në sipërfaqen e vet ujore, do të kalosh paguaj taks dot. Po e di sa do humbas Shqipëria. Vetëm nga mosvënia e taksave dhe ato para do t'i shkojnë lobit izraelit, hebre, sionizëm më saktë. Ai di, nga 200 milion deri 1 miliard euro në ditë. Në ditë që do humbas. 1 miliard euro. Nga 200 milion deri 1 miliard euro në ditë. Sepse do kontrollohet. Po shikoj edhe diçka në TikTok, do kontrollohet gjithë tregtia me Italinë, me Francën. Ata kanë drejtë të mbyllin Gibraltarin nëpërmjet ishullit Sazanit. Në ishullin e Sazanit do vendosen pajisje për modifikimin e motit. Do vendosen. Edhe këtë e kam dëgjuar. Nëpërmjet këtyre 1/3 e territorit të përdoret për të gjë, domethënë. Unë po them që nëpërmjet atyre sistemeve ata mund të rroposin, mund të shkatrojnë gjithë bujqësinë botërore, të paktën në Europë po e po njërë. Mund ta shkatrojnë nga aty, goditën nga aty. Ata vendosin gjoba, doni t'ju alirojmë, thot, po. Bujqësinë, po. Paguaj haraç. Ktu. A kupton se çfarë bëhet? A e kupton? Se ku jemi? Çfarë rrezikojmë? Është të mërshme.
Dhe këto protesta mendohet thonë që po organizohen edhe nga garda e vjetër e kësaj partie, po çfarë marrë me politika, nuk më intereson fare politika, po gjithsesi po I themi gjërat, sepse nuk janë futur në tavë, është problemi I madh kur nuk futesh atje ke ajo poçja me mjalt, poçja me mjalt a paraja. Edhe këto protesta do të ndalojnë para njëherë, sepse nuk po sjellin gjë. Po kur të hidhet një gjë në tavë nga ky usta I madh, kur të hedh atyre, nëse do të 6 miliardë që ka marrë. Po më shumë se 6 miliardë duhet të ketë marrë janë plotësisht. Ato që ka marrë domethënë më sa dim një kocere. Kur t'jepen aty ca para mirë, po do të urrën gjithë. Me njëherë do qetësohen gjërat. Kështu janë gjërat. Këto po I vjen çmim domethënë kësaj proteste, çdo ditë që kalon po I vjen çmim. Po shiko, ti ke qenë vet, të la njëri ty të fliti aty? Shumë sovranist. Ai kanë lënë të flasin aty? Të flasin si duhet. Jo. Po e diti që ajo protestë drejtohet nga 350 njerëz të një miliarderit madh. Kush është ai? Nga Soros. Janë 350 ustallari ke aty. Nga Sorosi, ë? Po ata e drejtojnë. Po si kur e shajnë aty Soros. Është loja. Është loja. Më vjen keq po ku do ikim, ku do mbytemi. Sepse shikoj ka thënë ai profesori I madh kinez I gjeopolitikës. Nëse nuk ndalen protestat, Mossadi, shërbimi I fshetit izraelit do organizojë më njëherë luftë, të thash po ta përsëris nëpërmjet Serbisë, Greqisë, Maqedonisë do të destabilizojnë Shqipëri, Kosovë, me qëllim që të merret Shqipëria ata, jo të merret ato territoret, të merret Shqipëria. Pra më mirë është të ndalet protesta thua ti. Ma nuk më intereson fare se çfarë bëjnë. Jo, mirë, në mënyrë siç e the që ka thënë Unë po them për këto që ata e kanë vendosur me protestë pa protestë ata do ta marrin Shqipërinë. A kemi një mesazh fundit për sa I përket kësaj situate, për sa I përket protestës dhe kësaj gjës madhe që po ndodh në. Tu them njerëzve vetëm këtë, o popull mos u gënjeni. Mos bini prej këtyre politikanëve që kanë të paktën 36 vjet, për të mos thënë në mos edhe më herët që nga 44, në mos dhe më herët se aq, që jeni gënjur gjithnjë ndërkohë që ju protestoni. Po kalojnë projekte, po miratohet që do të na shpërnsojnë, do të na largojnë nga Shqipëria. Ju protestoni, ata miratojnë projekte me qëllim që të vinë hebrejt këtu. Ndërkohë që këtu ka protesta, edhe njerëzit lën punët e tyre për të marrë pjesë në ato protesta, janë dhënë a 19.000, a 20.000 hektar nga paketa e maleve. Njerëzit protestojnë, ty u ecën drejt politikanëve. Ndërkohë që njerëzit protestojnë, po jepen leje për kulla. E diti që ndërkohë që njerëzit protestonin, është dhënë leje për një kull, paktën më sa dim, po jam I bindur që janë ndë leje tjera, për një kull 225 metra mbrapa pallatit të kongreseve. Atëherë ka arritur kjo protesta të qëllimin e vet. A e ka arritur? Po, si e shefti, ka arritur qëllimin e vet? Cili mund të ishte qëllimi, nëse kjo protestë ishte pastër nga sovrani? Cili do të ishte qëllimi? Allahu ngrihet populli. Është plotësisht I bindur populli të shkuën nga themelet. Të shkuën nga themelet, sa askush nuk pranon ti nxjerrësh njerëzit nga shtëpia. Ne nuk jemi të sigurt as shtëpitë tona. Shko në kadastër, provo të marrësh vërtetim. A je pronari I asaj shtëpie? Shko, ta japin. Çapo luhet me shqiptarët. Ç'është ajo Albanian Files? Dosjet shqiptare. Ç'është ajo? Ç'është pronësimi I gjithë shqiptarëve? Pse nuk tregohet për shembull që ky vend ka nevojë të rindërtohet, se duhen hequr shumë ndërtesa të vjetra. Pse nuk tregohet që për të pasur hapësira të mëdha publike, njerëzit duhet grumbullohen në qendra urbane, në pallate shumë larta apo të ndërtuara mirë dhe njeriu të ketë një bashkëveprim, një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me bimësinë, me natyrën. Pse nuk thuhet kjo gjë? Pse mbajnë fsheta? Pse mbajnë fsheta gjërat? Pra, ajo Albanian Files është e kundërta, e kundërta, leja që na e shef kryeministri gjithmonë që ne nuk jemi. Kjo është projekti I Shqipërisë. Kjo është projekti I shkatrimit të Shqipërisë për shqiptarët. Projekti I zbimit, I dëbimit të shqiptarëve nga Shqipëria. Duket qartë. Të tjerëve u hapen dyert huajve që vinë nga Bangladeshi, nga Somalia, vinë nga Filipinet, vinë nga India. E diti se sa do vinë tashti shumë shpejt? Sa indian? 300.000 indian. 300.000 indian. Po, sepse hebrejt nuk janë mësuar kur të punojnë. Hebrejt vinë me ata me shëptorët e tyre. Që të shkojnë edhe të ndihmojnë. Si shëptor para që ta shtrojnë çarçafin e aty dhe.
kjo është, gjithë kjo klasë politike u shërben atyre interesave, se ti mendon se me ato 6 miliardë euro janë dhënë vetëm një grupimi politike, është blerë me gjithë klasa politike. Do kanë blerë me gjithë pse nuk flasin këta, po japin mediat e ndryshme. Edhe jo, nuk e gjen dot as në Facebook as në Instagram, po e gjen pak në TikTok. Duhet kërkosh mirë, duhet lodhesh mirë. Duhet lodhesh mirë që ti gjesh. Edhe kërcënohen njerëzit. Edhe kërcënohen gazetarë, pse? Sepse ka gazetarë hulumtues të cilët hulumtojnë, hetojnë me inësi dhe po tregojnë se çfarë po luhet. Ndërkohë që njerëzit protestojnë atje, çfarë ndodh? Këta po kalojnë projektet gati. Kur të qetësojnë gjërat, çfarë do të bëjnë tani për në këtë pikë o Klodian? Çfarë do të bëjnë tani? Të jesh protestë, shiko, nuk kam dalë. Jo, nuk kam dalë për të dhënë unë thjesht si dy njerëz thjesht valla. Unë thjesht tash këtë të paktën do bëj çmos të mbroj atë shtëpinë e prindërve të mi. Po shumë e vështirë. Sepse këta e kanë marrë të gjitha masat me qëllim që t'i çojnë deri në fund ato plane ugurzeza, kopzeza që kanë bërë për shqiptarët. Me dieti, unë e dija për shkakun që nga Zvërneci deri në Darzez të Fierit do ndërtohen 50.000 do vinë 50.000 hebrenj, edhe do ndërtohen 9.000 a 10.000 njësi banimi. Pra, një qytet sa Korça. Po mora vesh dhe këtë tjetrën, që edhe në Divjak do vendosen 50.000 të tjerë. Edhe Kepit Rodonit janë vënë drynat. Te për Kepin Rodonit si dia, po për Divjakën e kanë parë. Ky është vetëm kanë parë dhe kanë kaluar tani këto, ndërkohë që bëhet protestë. Ndërkohë dhe ju deshën protestat këtyre. Dhe populli s'di që i kalojmë, marrin fuqi ligjore këto akte, po kur populli ta marrë vesh, është tepër vonë atëherë. Është tepër vonë. Dhe kanë për ta bërë sepse e kanë masakruar këtë popull për 36 vjet. Betohem, jemi më keq se në komunizëm. Pse interesoi ta frynin të protesteve, ta krijonin? Për të bërë të zhurmë, no? Për të bërë zhurmë që kanë të planet. Populli ka një shprehje. Ujku mjegull do. Kjo ndihmoi kjo protestë ata. Ta kanë kaluar me këtë protestë kanë kaluar shumë gjëra që s'kan kaluar me këto vite. Po. I bën shumë shpejt. Për një muaj, pam, kanë kaluar dhe gjëra, jam i bindur, kanë kaluar dhe gjëra tjera, po nuk i dim. Nuk i dim, kanë kaluar dhe shumë gjëra tjera. Çfarë po bëhet në Shqipëri? Pra ne nuk mund të quhemi më shtetas të shtetit të Shqipërisë. Nuk mund të quhemi më. Jam i bindur që me këto poshtërsi që po bëhen. Na mërzitë sot do bëj. Të thuash të vërtetën nuk do të thotë mërzitje. Ky është realiteti. Kjo është e vërteta. E vërteta është e hidhur. Po ta padha për borxh. Ta padha për borxh që na bënë sot. Unë? Sta padha jo. Na e padi për borxh, ë? Për ju që ndoshta kjo është e vërteta. Edhe thoni çfarë na fisni, çfarë na. Mjafton të hulumtoni, të nderuar shikues. Sot ekziston mundësia se ka internet. Hulumtoni, shikoni dhe do të dini në këtë përfundim. Unë jam thjesht një papagall, një përsëritës mjeran i atyre që din të flasin më mirë nga unë, janë më ustallar se unë, kanë bërë hulumtime dhe kanë dalë në këto përfundime, që Shqipëria po shitet. Kjo është vetëm pjesa e parë e kafshimit të madh të Shqipërisë. Mossadi, shërbimi i fshetit izraelit, është betuar të marrë gjithë Shqipërinë. Dhe ne të kthehemi në shërtorët e tyre. Ai sa do të ngelen dhe kanë si plan që nga 3 milion, donse nuk jam i bindur që janë 3 milion, po mund të jenë 1.800.000 apo 1.500.000, të ngelemi 500-600.000, pra të ngelemi pakic këtu. Çfarë do bëjmë ne, të zgjedhim të rrim shërbëtorë të tyre apo të ikin? Ato nuk e di. Unë do mundohem të mos jam shërbëtor. Se çfarë bëjnë të tjerët, e din të tjerët. Për aq kohë sa ky popull ka qenë gjithmonë i përçar, edhe kur ngrihet, nuk ka mbrojtur kur interesat e veta, po ndërkohë është bërë lodër e politikanëve, ta thash, ndërkohë që protestojnë, ato që se bën dot për vite të tëra ata po e bëjnë për një muaj, tani ti kuptoje se ç'bëhet. E diti që vetëm në Palas për shembull, po merret uji i një lumi në Vlorë, dhe do ngelen me kush e di sa hektar atje, shumë bujq do ngelen pa gjë, dhe ai uji do t'i shkojë atij fshatit, asaj qendrës turistike, po që do vendosen hebrenj aty. Aty kanë për të vendosur hebrenj, edhe do t'i shkojë gjithë ai uji aty. Ndërkohë shumë të tjerë do vdesin për bukën e gojë se nuk kanë me çati ujitin, me çat me tokat, arat e tyre. E diti që izraelitët nuk po blejnë vetëm Shqipërinë, po blejnë kjo punë po ndodh në Itali, në Salento po ndodh. Edhe atje pse sa ta duan të kontrollojnë gjithë tregtinë që hyn nga Gibraltari, kush merr Sazanin, ka kontrollon tregtinë e gjithë
Bregdetit. E kupton plus asaj që Sazanin e duan ata se Sazani është pak ishull që ofron autonomi, edhe duan ta kthejnë si ishulli i Epsteinit ata. Edhe kjo ekziston si... Po, atje nuk do kontrollohen dot, edhe do ndodh kjo që atje do ketë sakrifica fëmijësh, flime fëmijësh. Atje do bëjnë poshtërsi nga më të ndyrat. I diti që Sazani ka dhe një qytet në toksor poshtë? Po? Pa. Përsa mund të sërojnë 3.000 më duket. 3.000 njerëz. Është ndërtuar qyteti? Që atëherë është qytet antibërthamor. Se duan ta kthejnë si një si Epstein, si ishulli i Epsteinit? Policia nuk ka qasje. Po? Populli nuk shon dot se është larg. Edhe në ato ishull Sazani do bëjnë poshtërsi nga më të ndyrat. U intereson mafiozët që ta kenë atë ishull. Sot tregtia më e madhe është tregtia e gjakut fëmijëve, adenokromi. Madje këta ustallarë që drejtojnë botën e kanë futur dhe mafjen shqiptare për të në çështjen e adenokromit. Ka dhënë një herë para ca kohësh televizionet këtu dhanë një kronik që humbasin shumë fëmijë. Për çfarë përdoren ata fëmijë? Qeveria shqiptare është ndjeni për çfarë përdoren. Rrëmbehen shumë fëmijë, u merret gjaku, u merren organet. Atje ata do të kenë autonomi të plot në mos pavarësinë aty shumë. Edhe jam i bindur që ai ishull ka dhe tunele nën toksore që të nxjerrin në pjesë të ndryshme të Shqipërisë apo edhe më gjerë dhe në Itali mbase. Se ka shumë gjëra që ne nuk i dim tani po i marrin vesh. Don tani se çfarë po ndodh. Ato që këta zotrinj, kjo klasë politike nuk arriti për 36 vjet, e arriti shumë shpejt. Nëpërmjet protestave janë miratuar gjithë këto leje. Po i bëhet gjëma Shqipërisë. Po i bëhet. Po, a ka ndonjë formë o Klodian, kjo është ajo, nuk po them që do japësh ti zgjidhjen, se ndoshta edhe ma keq kuptohet sikur të vë përpara përgjegjësisë me këtë gjë. Po thjesht një bisedë thjesht që po bëjmë ne. A ka ndonjë formë tjetër valla që ta si mund të zhbëhet kjo gjë? Pra, okay, do thuash ti me pastrimin e asaj, gjithë duhet jemi koshient dhe gjithë duhet bëjmë bashkë. Po si duhet bëjmë bashkë? Kjo është ditë zgjedhje. Unë di them vetëm këtë që në qoftë se populli ngrihet, po ngrihet tamam. Ngrihet tamam pra. Po se nuk e lejon ato se ngrihet populli tamam, po nuk e lejon ato. Nuk ngritën ata, nuk u ngritën tamam. Populli nuk i di. Për shembull populli as nuk merr me mundimin, ndonse ka internet, nuk merr mundimin që të shikojë se çfarë janë miratuar për këtë një muaj. Çfarë projekte vështira janë miratuar. Si po u merret gjithë Bregdeti shqiptarëve. Ky është vetëm fillimi. Ka që nuk mund t'jap dot zgjidhje. Është një popull që edhe kur janë ngritur protesta shqiptarët, janë ngritur nga politika. Pra, nuk u vjen natyrshëm protesta si në Greqi. Shikon Greqiti. Në Greqi ngrihen grekët. Okej, ata e kuptojnë politikanët që nuk mund të bëjnë dot çdo gjë që duan, por gjithsesi kanë bërë ca gjëra. Edhe në Greqi gjendja nuk është ashtu siç e duan protestuesit. Më vjen keq, por gjërat kështu janë. Unë kam dalë të jap zgjidhje. Unë kam dalë vetëm të them zgjidhjet le t'i gjejnë tjerët pastaj. Eksakt. Se mund t'i gjejnë shumë më mirë nga unë, shumë më mirë nga ty, e shumë më mirë nga të gjithë ne. Unë t'i them vetëm këtë që Shqipëria po t'kurret, Shqipëria po rrudhet, ne po ikim për skrap. Po ikim për skrap. Mossadi do ta marrë shumë shpejt Shqipërinë, nëse nuk e merr, nëse nuk ndalen këto protesta, është i betuar Mossadi të fusë 3 shtete, Greqinë, Serbinë edhe Maqedoninë për të destabilizuar Shqipërinë, për t'u hequr përsëri vëmendja. I kanë marrë gjitha masat, është e dhimbshme sepse kemi jetuar, jemi lindur, jemi rritur këtu, kemi jetuar, paguajmë taksa, e kur vjen puna, jemi të shpronësuar, ky është mendimi im. Edhe ato le të shton, jo Zvërneci do janë 4 miliardë euro. Të kujt janë 4 miliardë dollar? Të kujt janë ato? Të Kushnerit. Vërtet janë të Kushnerit? Jo. Të këtyre arabëve, vërtet janë të arabëve? Unë them jo. Janë të këtyre që bëjnë pastrimin e varave. Dhe janë të detyruar nga ca qarqe të fuqishme që të hedhin para tani, sepse përndryshe ato qarqe të fuqishme e marrin zvarr këtë klasë politike. Janë parat e këtyre, janë vjedhur për këto 36 vjet, 30 deri në 40 miliardë dollar, unë them edhe më shumë se aq. E po hedhin një pjesë ata për të gëzuar ato parat tjera. Ato parat do të bëhen me paratë e shqiptarëve.
Ndërkohë këta kanë marrë 6 miliard euro e gjithë si klasë politike. I kanë marrë këto para. E po hedhin nga këto para tjera pastaj, me qëllim që të vinë hebrejnë tu. Kjo është. Ne nuk jemi më as pronar të shpive tona. Kjo është e gjitha. Një pyetje kam unë, pse kanë lërë Shqipërinë ka kështu? Më shumë infrastrukturë dhe arkitekturë ka pasur në komunizëm që tani. Po e bëjnë qëllimisht pra. E bëjnë që ne ta urrejmë këtë shtet. Na bindin që nuk ja vlen të jetohet këtu dhe atë që ata nuk e bëjnë dot me kulaç, e bëjnë tashti me kërbaç. Nuk më marrin vesh shqiptarët ikin, po, do t'i heqin dhe këta tjerët. Do t'i zhdukin me mënyra ndryshme, me luftra, me vaksinime, me helme që hedhin këta nëpërmjet avionëve, me helmimin e ujit. E diti që ekspertët thonë që uji që vjen në përçesmat tona nuk është ujë që duhet konsumuar. A e kupton tani se ç'ndodh? A e kupton ku jemi? Në vend kaq i bukur sa Shqipëria, të përfundoj kaq keq. Kaq kisha unë kështu e shoh për veten time. Ti shumë mirë bën që e sheh kështu dhe na hap syt me të. Dhe kjo protest nuk do të arrijë qëllimet e veta. Ndërkohë kjo protest, i do arrijë qëllimet e atyre dhe po i arrijë. Qëllimet e atyre dhe i ka arritur, shumë gjëra i ka arritur. Më vjen keq, po gjërat kështu janë. Të falenderoj shumë. Falenderoj edhe unë, por këtë lloj konversimi. Shikoj si duhet din këtu. Unë nuk merrem fare me politikë, as mi ka interesuar kur politika, sidomos për këtë klasë politike e cila dihet kush e solli në skenë, pse e solli, kur e solli, për çfarë qëllimesh e ka sjell. S'ka interesuar, por unë kam të frikën tjetër që ne do të filloj eksodi për ne shqiptarët. Të largohet dhe shqiptari i fundit nga Shqipëria. Nuk kam asnjë fjalë, komentet janë t'juajat. Nuk di çfarë të them, Edhe e di që do të më quajnë të çmendur. Jo, kështu ka. Sikurse ndodh rëndom se e kanë bërë gati këta ushtrinë e përbaltësve për të shehur realitetin, po populli ka një shprehje, dielli nuk mulohet dot me shosh. Përpiqu sa të duash. Kur qetësojnë gjërat, kur të bjerë protesta, kanë për ta parë se çfarë poshtërsish kanë bërë këta, kjo klasë politike. Këta. Të falenderoj shumë. Miq, ju përshëndesim. Një koment, qofse e shihni të arsyeshme, nëse bini dakord me atë se çka thot Klodiani ose keni pasur ju dyshimet e juaja për sa i përket kësaj se çka ka ndodhur, kësaj zhurmës madhe me protestën ku të gjithë e besuam, dhe ndërkohë që po i shohim rezultatet që po shkojnë në favor të atij që ne kemi protestuar ose kësaj klase politike që kemi protestuar. Fatkeqësisht. Po përdoret nga ai që tri ende në kal.